Ditën e djeshme ka rënë zjarr në një lokal në fshatin Pulaj Plazh dhe si pasojë është djegur plotësisht. Lokali ishte në pronësi të një shtetase 59 vjeçare me inicialet MF. Ndërkohë, specialistët për hetimin e krimeve të stacionit të policisë Velipoj referuan materialet në prokurori për zbardhjen e plotë të rrethanave. Shërbimet e policisë kufitare në pikën e kalimit kufitar Hani Hotit kapën shtetasin në kërkim të në 50 vjeç, pasi gjykata e shkallës së parë e jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë e ka dënuar me 9 muaj burgim për veprën penale vjedhja. Veprimet e tjera procedurale do të kryhen nga dega vendore e policisë në Tiranë. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan shtetasin SHK 44 vjeç banues në Shkodër, pasi u kap duke drejtuar motomjetin në gjendje të dehur. Gjithashtu, specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasit NI 61 vjeç banues në Shkodër, pasi u kap duke drejtuar motomjetin pa leje drejtimi. Një 15 vjeçar pasi u kap duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi, si dhe MG 49 vjeç banues në fshatin Vrak, pasi duke drejtuar motomjetin pa leje drejtimi është përfshirë në një aksident me dëme materiale. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasit BA 61 vjeç banues në Shkodër, si dhe BA 60 vjeç banues në fshatin Shtoj Vjetër, pasi u konstatua se kishin kryer punime ndërtimi pa leje, si dhe PP 28 vjeç banues në fshatin Grudere, pasi u kap duke transportuar 3 metër kub lëndë drusore të prerë në mënyrë të kundërligjshme. Lënda drusore u sekuestrua si provë materiale. GA 72 vjeç banues në Shkodër, pasi ka kallëzuar shtetasi HA 73 vjeç se 72 vjeçari i ka shkatruar një rjeteli me të cilin kishte rrethuar oborrin e banesës. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Vauidejës referuan materialet në prokurori për vlerësim, pasi ditën e djeshme është paraqitur në Spitalin Rajonal të Shkodrës shtetasja gjermane AM 76 vjeçe, e cila dyshohet se është rrëzuar aksidentalisht në ambientet e një kompleksi turistik në fshatin Barbullush. 76 vjeçaria është jashtë rrezikut për jetën. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.